Në të gjithë qarkun e Shkodrës vjen operacioni policor i koduar koordinata për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e tentativave për kultivimin e bimëve narkotike. Si rezultat i kontrolleve intensive në të gjithë territorin e qarkut Shkodër, në vijim të operacionit policor të koduar koordinata, bazuar edhe në inteligjencën policore, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi të saj kanë gjetur të kultivuara dhe kanë asgjësuar 728 fidan në kubik dhe 11.813 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. PAOD-s është kthyer në hambarin më të madh të kanabisit në veri të vendit, ku në vijim të aksionit janë asgjësuar 11.161 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa, si dhe 728 fidan në kubik të njësisë administrative Shtak dhe Etemal. Gjithashtu, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër gjetën në territorin e njësisë administrative Pult dhe asgjësuan 652 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Në vijim të veprimeve për këtë rast, nisi procedimi në gjendje të lirë për inxhinierin e pyjeve, shtetësi me inicialet AM për shpërdorim detyre dhe për moskallëzim krimi. Vijon puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të këtyre rasteve të kultivimit. Një ditë më parë, policia e Shkodrës asgjësoi mbi 19.500 rënë dhe fidan të dyshuar bimë narkotike kanabis sativa. Operacioni antikanabis i koduar koordinata Vijon.